besoj, miqtë dashur, të gjithë e dini atë lojën që quhet telefon e prishur, ku fjala pas e kalon gojë më gojë, e humbet fare atë kuptimin e saj të mirëfill, si është thënë dhe pse është thënë në një situatë të caktuar. E njëjta gjë për shembull ndodh edhe me lajmet, të cilat pas një kohe transformohen, por fatkeqësisht kjo gjë po na ndodh edhe në dhomën tonë të lajmeve, pra në newsroomin tonë. E shohim për më tepër se çdo të na thonë ata sonde. Newsroom, i ndjekim. Dëgjoj, po e vazhdoj kështu unë atëherë. Në Greqi, zgjedhjet, fiton Partia Demokratike. Vazhdo. Jo, kukla, fitojnë socialistat në Greqi, kupton? Këto e diramistrat me? Me shkrive fare, me shkrive. Si e themoj... Këto e diramistrat me? E diramistrat, me kënaqëm. Ko që punon ke Portokalia ti? Portugali, thot. O, Jorga, po deri në Afrikë do më qash, ma. A, të keqe në mendjes, të keqe Portugalia. Ti duhet të kesh master edhe në geografi, moj kukla, e? E kam verë. Them Portokalia, moj, atje, në Portogjan, atje. E, mirë, pusha. Atëhere, kemi një problem të vogël. E po nuk e themi do të fitoj socialistja, se nuk i pëlqen shefit. Si pëlqen shefit që fitoj socialistja, po kush ka problem populli grek, që problemi ka shefi atë Shqipëri, moj. A po mirë, prish pun të themi që fitoj Partia Demokratike. Atë keqen se pak do gënjej. Si pak do gënjej, moj, Papandreou ka fituar 70%, moj. Si pak. Po pse nuk thua ti pas kanë vjedhur kutit atëherë? Kukla, edhe po të kem vjedhur di kuti prap nuk dele shapi, kupton? E po mirë, po, atër unë po e shkruaj kështu, socialistët vjedhin kutit dhe... Bo, kjo nuk e di akoma që jam korespondenti Athinës. Na, kukla, mos me ngateron gjë me këto ati mua, me korespondente Rushdies. E kush është kjo Rushdia, ma Jarga? Ma bëre gjeloze, tani. U bëre gjeloze, mos u be, e kam pasur dashnore Rushdie në qerdhe kur kam qenë. Kuptoj, por Rushdia është ai fshati moj që u vodhën ato, kutit. Ua, qalajmi, atëre, socialistët vjedhin kutit dhe i fshehin në fshatin e Rushdies, dashnores së Jorgos. Alo, kukla, mos a bek shu shakash të keqe se ramore me gjave, mos a djo, që e këto dashnore, bera shakat të them. Dua të them që në Greqi nuk ka si Shqipëria, nuk u vidhet kutia në Greqi, kupton? Pse më të mirë se ne janë grekët e? Grekët janë hajduta me qizme. Tani, unë dua zgjedhje pa kuti për lajmë. More vesh apo jo? Dhe mos ma diskutoj se kështu e do shefi! E mirë mos gërthit, atëre i thuaj shefi tënd që në zgjedhjet që u zhvillua në Greqi, fitoj Sali Berisha. Të përgjer. Pa më në fund e kapemi. E kapa, gjatë e bej, të flas me ty, unë të e kapo. Ty s'te kap do të unë që të hy një dru. E ty s'te bej, apo jo? Ke filluar të bësh gazetari mirë, Jorga? Po që a fleti unë të ri me ty s'kam nevoj fare për master. Atëherë, ke do një lajmë tjetër? Ha pra, lajme tjera? Lajmet e tjera, po. Atëre, me gjithë se socialistat fitua 70% në Greqi, nuk janë dakord të marrin vendin. Kupton? Nuk janë dakord të qeverisin se Greqi nuk ka zot nene që e ben me. Kupton? O, Jorga, po kutit do i hapin? Kutit u hapën, të gjitha u hapën. Atëre, po si kur ta shkrojmë që nuk u hapën? Të keqen. Nuk u hapën? Po s'u hapën, si do i numrojnë, moj? Oj, më edhe në Shqipëri, këshu e numrojmë. Qërë ka? Ju në Shqipëri numrojnë me satelit të keqen, këta si numrojnë do të. E po miratër unë po shkruaj që në Greqi votat numrojnë me satelit dhe fiton prap Sali Berisha. Bo, kjo Berisha, mirë në Shqipëri që fito ka dhe në Greqi, kjo moj, kjo gjenga, bo. Bravo, kukla, bravo, e këndis lajmin ti me shizatore e këndis. Të jap një lajmi tjetër të ashim e të rëndësishmi. Pa. Shkruaj ati. Ha. Unë të roj vetë që truri me kalenë. O, kush e tha këtë? Unë të them tia, kupton? Atër, unë të roj vetë se truri... A, idiot! Qa pate, moj? Idiot, po kjo është e për shëndetësin mi. E për shëndetësin s'kemi qa pajmë.